Shkodra 2030 do të jetë në qendër të projekteve të mëdha të infrastrukturës kombëtare të qeverisë socialiste, duke krijuar një realitet të ri për një qark të ndërlidhur shumë mirë me pjesën tjetër të Shqipërisë dhe rajonit. Janë 3 projekte të qeverisë me rëndësi madhore strategjike për Shkodrën. Autostrada Adriatiko-Joniane, distanca Tiranë-Shkodër, bëhet më pak se 1 orë. Vitin e kaluar, u hap një pjesë e autostradës së Veriut, segmenti Thuman-Kashar, prej 21 kilometrash. Një autostradë me parametra europian dhe shpejtësi të lejuar deri në 130 km/h, që përshkohet në pak minuta. Deri tani, në atë rrugë kanë kaluar 6.5 milion automjete, ndërkohë që ka dhe rrugë alternative pa pagesë. Segmenti Thuman-Milot është tashmë kontraktuar dhe këtë ditë pritet kontraktimi i segmentit Milot-Balltren. Segmenti i fundit, Moriqan-Balltren, me një vlerë investimi prej rreth 400 milion euro, përfshin investimin e një ure me 4 kursi mbi lumin Buna. Aktualisht, me financimin e BE-s, po përfundon projekti detajuar teknik. Si pjesë integrale e këtij segmenti, do të projektohet edhe bypassi lindor i Shkodrës, një rrugë tërësisht e re, me ura mbi Drinin dhe Kirin që do të krijojnë hyrje alternative në qytet. Projekti i dytë është hekurudha Vor-Shkodër-Hanihotit. Ky projekt do të shkurtojnë rrugën mes Shkodrës dhe aeroportit të Rinasit në rreth 1 orë. Hekurudha Vor-Shkodër-Hanihotit do të ketë një gjatësi prej 120 kilometrash. Është një investim prej 370 milion euro, deri më sot investimi më i madh me mbështetjen e Bergjit në Shqipëri. Hekurudha përfshin 12 stacione, 12 ura dhe një tunel 320 metër gjatë. Shpejtësia parashikuar e lëvizjes është deri në 120 km/h. Linja përshkron 3 bashki të qarkut Shkodër: Vaun e Dejës, Shkodrën dhe Malsinë e Madhe deri në kufi me Malin e Zi, dhe lidhet më vonë me rrjetin evropian të infrastrukturës TENT. Punimet fillojnë brenda vitit. Projekti i tretë është hekurudha Kuqezi, që do të lidhin Shkodrën me Xhakovën në 1 orë e 7 minuta. Para pak ditësh, qytetarët patën mundësi të njekin prezantimin e përbashkët të qeverive për hekurudhën Kuqezi, që do të lidhin Shqipërinë me Kosovën. Për fat keq, gjatë qeverisjes së kaluar, Shkodra u anashkalua në projektin e autostradës së Kombit. Sot, fal vizionit të 2 qeverive, do të kaloj përmes qarkut Shkodër. Ky është një vendim strategjik që e vendos Shkodrën në kryqëzimin e 2 linjave hekurudhore ndërkombëtare, drejt Malit Zi dhe Kosovës, duke e lidhur drejt për drejt me rrjetin evropian hekurudhor. Fal këtyre projekteve të rëndësishme, Shkodra do të shndërrohet në një nyje të rëndësishme logjistike, infrastrukturore dhe qendër prodhimi dhe eksporti. Segmenti 100 km Shkodër-Gjakov është një vepër e rëndësishme inxhinierike, me 35 km tunele, 43 ura, të cilat do të përshkrohen për pak më shumë se 1 orë dhe 7 stacione përgjatë rrugës. Ndërtimi i këtyre veprave madhore do të krijojë mijëra vende pune gjatë ndërtimit dhe qindra vende pune gjatë operimit tyre për qytetarët e qarkut Shkodrës, të cilët do të kenë mundësi të lidhen me shpejtësi dhe në mënyrë komode me Tiranën, Podgoricën dhe Prishtinën, me aeroportet dhe portet e vendit dhe të rajonit. Në Shkodër ka nisur transformimi i madh. Shkodra nuk e pranon më retorikën boshe. Prandaj, tanë bashkë të bëjmë hapin tjetër për të mos ulur ritmin. Me 11 maj, voto numrin 5, Partinë Socialiste për Shkodrën dhe Shqipërinë Europiane.